Përshëndetje për gjithë ndjekësit e Radio Kosovës. Jeni me mua Yll Kasimin në episodin e radhës në podcast. Këtë epizod, mysafire kam një këngëtare që shumica e jush veç e njohen, por nuk e di sa e dini që mysafira e këtij epizodi është edhe dashamirëse e madhe e kafshëve. Atëherë me ne në studio Zanfina Ismaili. Faleminderit Zanfina për ardhjen edhe që pranove ftesën, të e di që e angazhume në disa sfera, kështu që shumë faleminderit. Faleminderit ty për ftesën, je e para që ka një podcast, një emision tillë. Unë jam shumë e lumtur që më sot këtu shkaku se iniciativa jote kallëzon edhe empatinë e dashninë tonë të madhe që e ki edhe të përgëzoj edhe vetë suksese. Faleminderit shumë për këto fjalë. Atëherë, po dihet që njerëzit cilë dihet botërisht që njerëzit cilë kanë dashuri për kafsh, empati për ta dhe mshuri, janë njerëz me zemër të mirë. S'mundesh me gjetë dikën ndryshe. Ka rastis. Apo? Fatkeqësisht, jo shumë, jo qaq sa kisha pas qef, po ata që janë dashamirë të kafshëve dhe që ndjenjë dhimbje për ta, sidomos kur janë të lënduma apo çfarë do qoftë arsyeja, unë e kom pa që ekziston edhe kursione po foli kur jam konë çapo di adoleshente, dhe kisha pas qef me qenë këta njerëz numër më të madh se që jana. Apo mendon që po të njëjtën mendoj edhe unë, Po. apo mendon që kohëve të fundit veç se është përmirësu gjendja pakës në vendin tonë, me krahasu me disa vite ma herët. Po nëse krahason që s'po them ma shumë se 20 vite, Prishtina, se masi vetë jetoj në Prishtinë, kom vrejt përmirësime të mëdha, dashni më të madhe të njerëzve ndaj kafshëve, dhimbje më të madhe, kështu që kjo si duket ka lyp shumë kohë. Po apet kur e mendoj mdhimen, ato kafshë që i kanë përjetu derisa populli jonë e ka kry këtë tranzicion i cili është hala duke ndodhë. Po. Po shpresoj që veç në vitet e ardhshme, masi që edhe njerëzit po shohen, po dalin, nuk janë të izolum, nështë edhe fillon vetëdijsimi i tyre në masë më të madhe, sepse qysh e the edhe ti ka shumë hapësirë për përmirësim. Populli jonë gjithmonë ka thonë na do të me hi në Evropë, na do të mu bo si evropiantë. Në ndërkohë, ku mundëm na mu krahasu me kulturë tyne? Nëse kur gjë, ata s'paku me qëllim, me qasë sa kom pa sërish, po thëmë, ata me qëllim nuk e lëndojnë një kafshë. Qysh ndodh të na Qysh ndodhen këto maltretimet, rrahja e një kafshë të vogël që e din që s'munët me ta kthy dorën. Do me thonë, këto që e shoh shprehun te rinia, po foli për të djemt, kjo është alarm i kuq, se këta janë, po flasim pas shkencës psikologjisë, këta janë njerëz me diagnoza, njerëz të patrajtum, njerëz që kur nuk kanë shku te mjeku. E tash, kur ti e maltreton një qenje e cila s'munët me ta kthy dorën, është më adopt se ti, edhe ti don me pas qatë ndjenjën e kontrollës, të cilën asësit e njerëz nuk munësh me pas, do me thonë ti e ki një dozë jo të vogël të psikopatisë, ki çrregullime psikologjike, edhe ato ndodhin prej fëminisë. Se një fëmijë që nuk rritet mirë, rritet në kushte të grindjeve, të rrahjeve në mes të familjarëve, ata zakonisht fillojnë me maltretim të kafshëve, për me kallëzu fuqinë e vetë, cilën su ne kallëzojnë të shtëpia. Pastaj, sërish po them, po flas sipas shkencës psikologjisë. Pastaj ata kur të rritën, fillojnë këto me apliku njerëz. Tani na po çuditemi pse po vrahen njerëz mes veti, se i ka pas shajat ai person, X personi, kur o koni vogël, po ju s'keni ditë me lexu. Nuk i keni najt gati edhe tash ajo ne përfundojnë në burg, përfundojnë sërish pa trajtum, edhe është shumë fenomen i keq, edhe nuk më doket që kena ma frik mu kfill me pa që na jena tu bu gjunohe. Po.
Edhe nuk e shohin se gabim, që kjo është tragjedia, nuk e shes se gabim, e shes si zbavitje, gjirohet, do me thonë, unë thash është alarmikues, unë urgjentisht me pa dikon qoft lartë familjes tem që zot mos e bo kur s'na ka ndodh, unë urgjentisht e kisha qu te psikiatri. Po, mos me lon mi u zhvillu smundja ma shumë. Po të thash, nuk janë njerëz aq të vedisun të na sa i përket kafshë, po edhe sa i përket problemeve psiqike cilat janë shumë të pranishme. Po të ndërlidh me këto që e the, është i hapur një rast përveç se që është, do me thonë, të trajtu prej policisë, ishim rezervu mos me bisedu në këtë pjesë, po ka ndodhur këto që veç që thate, janë reale që ka ndodhur një javë ma herët, ku një i ri, mlefen, e ka shfry në qenë. Edhe në qenë ka një muj që janë shumë të vegjël, këta e ka vërtetua dhe veterinari i qytetit, ku e ka bo autopsin. Ato pamje nuk ka mbet asnjë njeri pa u prek prej atyne pamjeve dhe bërtimave të klyshave të vegjël, që sa kanë fillu jetën. Hala nuk dishin mirë me ecë ata, do me thonë një fëmijë, një adoleshent 15 vjeçar e ka marrë drejtën me ja marrë jetën në mënyrën ma mizore, se e cik edhe zyrtar prej Agjencisë të Ushqimit dhe Veterinarisë, po edhe prej veterinarit të qytetit, ku ato thyrje janë bo, nuk ka qenë aksidentale, ato thyrje janë bo të qëllimshme, ku janë shtyp kokat e klyshave të vegjël nga një adoleshent 15 vjeçar, supozohet, do me thonë nga një adoleshent 15 vjeçar. Edhe mendojmë që e rrugës kish me qenë ajo që është thate, ai person duhet mu trajtu të mjekt, ai person duhet me marë Konkretisht. dënimin meritor që mës mu përsërit në soaza më të mëdhaja, ku ai mlef që e ka nxjerrë në 4 klysha, mundet me nxjerrë të një moshatari ti e aq ma tepër edhe të familjarët. Ylka kur ka ndodh ky rast, një 2 ditë mu ka ndasht me ardh në vete prej asaj dhune barbare që ka ndodh. Edhe kom hy në Google edhe kom lexu pak ma shumë për raste tilla. Shkryke që është tash edhe parësit. Këta janë fëmijë, cilët rriten në dhunë. Tash, mas ja i fëmijë është i vogël, prindet nuk mundet me aksi dorën. Po mas i dhuna e lind dhunën, ai e aplikon dikon ku nuk mundet me u kthy. Edhe e ka qatë nevojën për ndjenjë të kontrollës, cilën kur njet vet nuk e ka pa në familje dhe në shtëpi vet. Në ndërkohë, prind të cilët i shohin fëmijët e vet tu bo gjana tilla, duhet me qenë, besoj shumë analfabeta, me 4 klasë fillore, kur nuk e shohin si diçka që nuk o rregull. Ata duhet urgjentisht me pa që fëmija e tyne është vrasës potencial, i cili në momentin që të rritet, tani jo bohën plaçkitje, bohën vrasje, bohën përdhunime. Tani jo valla na mire kena eduku, jo zoj, nuk e ke eduku mirë, nuk e dit me eduku, se nështë as ke dit as për veti. Po në kohën ylk, kur informimi kur rjet ma i letë s'ka qenë, se veç kime kap telefonin, kime hynë Google, ChatGPT, aty këto, edhe kime lexu. Po në ndërkohë, edhe një teori e jam, ja besoj shumë e qëllume, se jam shumë modeste, s'po kam qef më fry, në ndërkohë, një teori mja besoj është shumë e qëllume, është se ky i mituri e ka marrë veprën për dikët familjes vet. Për arsye se të miturit janë, sipas ligjit të Kosovës, janë këtë gjatë kursym. Edhe e ka marrë veprën, ku e di, ndoshta për aqen e vet, apo ndoshta për dikon, se është këgja e pakuptueshme qaj brutalitet, qaj mlef mrena, qaj frustrim, qysh mundët një fëmi 15 vjeçar me qenë aq i tmerrshëm. Po, qysh mundet me kon aq, s'po di, thash, brutal, morbid. Do me thonë, ti ki shenjat kjarta të vrasësit, prej shtashit. Imagjino kur të rritët, çka ka me dit me boj. Sërish po them, nëse vërtet ai e ka bo,
Po kjo ka qenë sa mi u gjujt hi syve autoriteteve që ata mos me marrë dënimin e meritum. Se aje ka marrë sigurisht veprën për tjetër kanë. Po, unë me sa kom lexu, një person mbi 14 vjet, ai mundet më dënu për vepra penale, cilat veç i aplikon këtë rast ky person. Nuk jam e sigurt, me qaq sa kom mujt me lexu, është që mbi 14 vjet dënohet. Nashta edhe këtë pjesë Shpresoj. nuk e kanë pa. Na po këta do është me cek që është shumë e rëndësishme që ky rast me po mendoj me u dënu sipas ligjeve të cilat i parashë Kosova e që qenë janë mjaft, po mendoj çdo qenie e gjallë, kafshët janë mjaft mbrojtura me ligj. Kjo është masakër e vërtet, nuk është aksident, është e qëllimshme, qysh edhe kanë cek autoritetet kompetente që kanë bo autopsin. Po, absolutisht. Nuk ka asnjë shfaqsim këtë rast. Kështu që po presim ta shohim se me çfarë vendimi ka me dalë policia. Asesi që shfaqsim nuk ka. Nuk ka kur që nuk mundet me arsyetu ata akt. Po. Se ai djalë që e ka bo këtë vepër, të kish pas veç pak ma shumë guxim, aja u kish bo fëmijëve tjerë që ata. Patjetër që Po, po. po aje ka ditë për me çka ka lënë malet tena. Se tena kafsht llogaritën si ka njerë si material shpenzus, ka njerë si aksesor, si diçka që s'bën mu prek se munësh me marrë zgjebën, munësh me marrë morrat, a vetë që nuk lahen s'ka lidhja, po, aden, Ç'është nuk i lajnë dur të e ndaj ngjitën, pitin po, mendim. qeni ka ka i fleshta, po. Feks. Nuk e di, do me thonë, une jam shumë e indignume prej popullit ton, në raport me kafsht edhe këto nuk e ndron kurgjë, se pithminisim ka rami po këtës anë, edhe kurgjë s'ma ndron menën. Po e shet, dikush që i dën, dikush që ka empati për ta e shet se qysh trajton vendin ton për keqardhje. Po me lon këtë pjesën tjetër, të fillojmë, po mendoj të bisedojmë rreth dashurisë tonde për kafshët. Atëherë, Zamfina, ti a ke qenë apo mace? Dikon 8 vitet e mrama, une i kam vetë mace. Ta di se ku mi formulu pyetjet në cilën anë mundose pak a shumë, do me thonë disa vese tyne janë të ngjajshme, po jo krejt. Jo të njëjta, po. Jo krejt. Une i kam 3 maca, Ylka jetoj në banes, e që të 3 janë të adoptume prej lagjës Kuetaj. Që kjo është ma e mira, që ti ke vendos me adoptu e jo si shumica që investojnë me shpenzun të i bile në për markete cilat jo edhe shumë herë po janë të shëndetshme edhe gjitha herë po ngordhen në proces, se janë shumë të dopta prej organizmet. Edhe janë dopta. Edhe janë shpesh rezultati i incestit. Para shumë viteve motra e pat ble, i ka shumë vite do me thonë, matë siameze. Pas 3 viteve ajo ka marrë, do me thonë, kancerin edhe shumë shpejt ka shku, do me thonë, nëse s'ka bëj, dikon 3-4 vjet i ka pas. Për ndryshe, macat cilat i kena adoptu, si kur jom kone vogël si tash, është interesant, tepër all janë smu, edhe nuk ka pas diçka, nuk kam pas probleme me shikim, me dëgjim, me eshna, me ato, me këtë çka mundet zakonisht me ndodh me maca që shiten që tash në rezultat e incestit, kështu që është interesante qysh e kanë imunitetin e shëndetin shumë të fortë. Po, edhe Pi përvojës veç po foli. Po, qashtu është, edhe unë gjithmonë e potencoj që kanë imunitet, organizmin e kanë shumë më të fortë se sa ato që blen për inkubatorave, që am thonë aty shumë e boksave. Maca e fundit, cilën e ko marrë gjithashtu në lagje, i ka 5 vite që e ko marrë, fillimisht ka pas pak probleme të vogla me parazita, me ato me këto, dhe ato të gjitha kanë përfundu më brenda disa muja dhe mu kur s'ka pas ai kur far asti problem shëndetësor se ka pas. Është shumë interesant. Pak diçka normal që me njere qojmë të veterinarja
kudo që duhet. Po janë shumë më të fort. Nuk e di, nështë anoj ligjin natyrës apo çka e di, veç unë e kom qef që janë qashtu, se mu kish dhimbë nëse e kisha pa duke u mundu për rej në i smundje. Po, aq ma tepër prej një zgjedhje të gabume të personit të cili e merr, po. Po. Atëherë S'ka Zamfina, të e bo krahasimin me qenë edhe mace, se mu m'ka shku zoni, kom qenë eftofën, të e bo krahasimin me qenë edhe mace, cili me ndonë që ja pak ma shumë dashni. Pak ma dashtu një qantë. Apo? Unë e menaj. Po, se une e vogël kena pas maca. Në fakt, veç një mace kena pas, në ndërkohë gjyshja ka pas një. Kur i kom bo një, s'po ti ndoshta 10 vjet, kom nis me ngulm me lypçen. Okay. Edhe mami o detyru me autobus, me shku në tjetër shtet, me ble, do më thonë kjo është para luftës, tjetër shtet me ble edhe me ma pru. Qeni par, ka qenë mini pinqer, ka jetu 12 vjet, edhe pas ti kom pas apet qen. Tani kur prej qenit të fundit, tani kom marrë vetëm maca, edhe pse më ka ndodhur shpesh kom pas edhe maca edhe qenë në shpe, ka pa kur eshin me zveti, po nuk e menagjushme. Po më qysh jo, kurse që nuk ndreje që 5 minuta punë, kështu që qeni pak ma shumë të rinë afer, macat vjen afer veç ajo kur dënë. Qeni vjen kur dushti, kanë dallime pak në sjellje, po të dy part janë. Jam pak e zma vetjake, a me ndonë macet. Thash, maca është si femna, Ylk. Vjen kur dën ajo. Mashkujt qenë janë si mashkujt. Vinë kur dën të. Se s'mujta pak të bohajgare, po. Krasim shumë i mirë. Po, faleminderit. Shumë krasim i mirë, se edhe evident në çdo kohë. Diçka që shihet. Unë mace nuk kam pas, po kohëve të fundit më ka ra mi shpëtu disa dhe kom pa që dashuria e tyne edhe maceve është shumë e mirë, e sidomos ato zona që i lshojnë kur njihet të mirë të te. Ato për të shkrishin komplet. Unë nuk e di shqip, a ka në shprehje adekuate, po në familje thojna potjerë. Puring që thojnë anglisht. Po. Edhe hiq ma larg se para javën e kalume për shembull, ai maqori jam që këj fundit që e kom marrë në rrugë, merr në gjaks edhe filloj me tjerë. Edhe do me thonë më qitin gjumë njerë. Ta zhët me veti, hajde bre natën se për kom pak probleme më zonë gjumi. Ama, për shembull që maqori fundit, mini e ko emrin, ai është në kajtë të qenit. So herë thirim vjen. Si me thonë, pi 5 herave, 3 herë ka me ardhë, është enough për rimaz. Si na i mashkull, që del pak ma ndryshe. Që po thu. Edhe ai të vjen, ai din me dasht edhe shumë lyp, me lmu, me ledhatu, me dasht. Është e çuditshme se lene e barkun m'ja prek, se macat e kam pak mërzim ja u prek barkun, ai lene e barkun m'ja prek. Ai është, unë kanë e tha, mos je qenë. Po, kusht ka botu i kështë. Edhe është gjysë është i hend, gjysë është i bardhë dhe në fillim pa ta rënë dyshim, mos është rashëmblu. Po rani si shkom, po hiç s'ka lidhe se dashnin që dina i me dhonë, unë s'kom përmen. Është pak kosht. Po. Unë shkrihna des mas ti krejt, veç kur t'nisi me bo bentë. Qashtë do me thonë njëherë nëse ki kontakt, njëherë me qenë, me mace, ja jap mundësin me të tregu se qa është dashnia e vërtet, pa interes pak është atëherë ti nuk mundësh mu hek prej tyne. Jo, nuk mundësh, po se është çfarë dallimi kanë me qenjen njëri. Ma kafsha nuk ta ngull thikën mas shpinës, kafsha nuk tran, nuk të bën dallavere dhe nuk të damton nëse nuk njihet e sulmume. Prej te është që dallimi me njerëz të kafshës është dita me natë. Ajo është mëse e dokshme. Po, s'ka. Që thonë, fshati që shrihet, qels nuk dan, qels është dhe punë. Bashkë qashtë. Po, Zamfina, sa i përket braktisjeve, në vendin tonë, gjithmonë gjendet një arsye prej pronarve, disa dhe pa arsyeve që lshojnë këtë rrugëve, edhe kjo edhe peshton mbi popullimin e qenëve të rrugëve, do më thonë, i lshojnë pa trajtu, kastrim, sterilizim, edhe ndodhë, do më thonë, shomimi e krejt, po përveç kësaj, dhe mshuria,
do më thonë edhe të dashnia e tyne, qa mendon për këtë pjesë, është në rritje si për numri i pronarëve të në kohën, lëshojnë qenë, do më thonë, i shetë në rrugë, raca, gjëra e të mandej ata nuk dinë më gjinë në rrugë edhe me njëherë i shkeljen veturat, kështu që është një dukuri shumë evidente në vendin tonë. A kishe mendu që duhet patjetër me bo thirrje me regjistru pronart qenë të tyne, apo me pas pak dhe mshuri që me bo një herë një përpjekje nështë e adopton dikush një vend i mirë që mos m'ja jap rrugën. Unë yllë që shtashe ma herët, jëm rrit duke i mbrojt në lagje qentë enda cak. Pas asaj më ka ra prej rrethit tem gjon, po foli, jo rrethit ngusht, personi ka ble qenë se ja kanë lyp fëmija. Mas 2 muje, ai person është shku te veterinari edhe ja ka kthy veterinarit. Me arsye se valla gruaja po thot po duna shumë e fshi mas ti. Në rregull. E kuj po te met kur e more? Nuk është lodër. Kuptone, nuk o lodër, nuk o me bateri, as me rrym nuk mushet. Ato Zoti e ka fol. Ai ka shpirt, ai ka ndjenja, ai mërzitet, edhe në depresion munden me ra. Deri në ngordhje, se refuzon edhe ushqimen. Po, edhe do me thonë, gjithë shka shkon të poshtë. As një moment nuk nalën me menu, qysh e kisha pas, one, nëse një familje mu më kish marrë shambull, edhe mas 2 muje më kishin qitë pi banesës. Qite pakën veti. 5 minuta, nuk po lypi ma shumë, veç 5 minuta që të në veti. Ose fëmin adopton edhe qatë një fëmi që nuk den, se logaritet si në qatë nivel të fëmis 2 vjeqar. Po, qenë të kanë inteligencën e fëmis 2 vjeqar. Edhe do me thonë, kafsha s'paku të na po foli para qëtë zbavitje, po ajo valla mu nuk po më vynë mu se diqysh u knaqen fëmija ballë. S'po knaqen me lodra, pra. Po duhet me qenë më knaqa, po. Edhe ti s'pas ke menu ma herët, po hajte ble edhe ju kalzoj shoqeve që i kom ble qenë. Kur nuk i kom kuptu. Kur nuk kom i kuptu, edhe nuk kom hinën kry. Nuk kom hinën kry qysh mu në të ndodhë. Do me thonë, ti pe bëm për me shit mena, po? Do fata. Do fata, që aty tani, ai vëlla po duhet me fshi, on falë Allah hile që i pëlshën ky ka pak kime, apo dhe ka nevoj me qit me shetit. Po ata me dit me pastru vet, kishin jetu vet, s'kishin pas nevoj për njerëz. Une nuk e di, do me thonë, qysh i lejon ndërgjegje. Qysh po munësh, qysh nuk po dhimët, a nështa nesër s'ka me pas qa me hongër. Nështa nesër del një dikush e merë, edhe e man lidhun të nkohën në borë, a nuk i menojnë të sene qka. E tani, kur fillon karma me vepru dhe ju ndodhin gjanat këqia, valla qka kena gabu? Jo, më falë vallahin se kur që s'pas ke gabu shumë njeri i mirë, kur as një gjuna se ke bo. Se nuk e shohen si gjuna yllk, që ato që e bu ndaj kashe. E shohen si, ka njerë e shohen si shprazjet në lefit, edhe unë bëj qka du malë jema, nuk është malë. Qështë e potencojnë edhe në grupe, shumë shpesh kur i kom pa, qeni jam është bëj qka du. Po bash tani karma, po kthehet edhe po i mush mend se jo nuk mëndësh me bëj qka dënë, se është dikush një kriju si joni që të regan që të s'mëndësh me bëj qka dush. Po e qyre yllë kontradikta e popullit. Feja kjartë, thët, me trajtu çdo qenje që e ka falë Zoti, barabart me njerëz. Edhe është një pjesë e kam edhe të highlights në rrjete sociale të mia, ku tregon qysh një njeri e ka siguru xhenetin, pse i ka dhënë ujë një qenit shumë të etur. E të nas që ato nuk e bojnë. E në ndërkohë që ta kontradiktort, mahen me fe. Më falë, a e ke lexuar në islam për feja, veç shkon sa për sy e faqe, që atë edhe e përmen Zotin. Jo, Zoti e kalon me krejt, mos i mirë kërkujna keq në sy po.
Po këta janë njerëz me standarde dyfishta. Ku që kam venan? Ku t'ju konvenon edhe të thash, kur ju ndodhin tani gjana të këqija, jo, valla pse ndodhi, valla, mena pak çka ke bo. Po të thash nuk e menojnë, njerëz me standarde dyfishta, një par men i kanë për rrugë, një par men për të shtëpia, dhe tani adin unë e bëj çka du. Atëherë Zamfina, të e ditë që te e kemi bisedu disa herë që e ke një maqak i cili ka pas probleme diçka me shëndet, a mund të na tregu pak a shumë se çka ka qenë problemi i tij ose çka ke marrë ti masa për me evitu si problem në mënyrë që nështë edhe dikush tjetër e ka për të njëjtin problem të maca e tij apo saj, po nuk ka has deri në një shërim. Që shtregova ma herët, unë i kom trejlk, një macë dhe 2 maqora. Kur kemi ndru vend banem 2014, në atë lagje e kena adoptu një maqak, cilin e patën braktis familja vetë, cilë të kanë ndru vend banem, edhe e kena marë. Pas dikon për afërsisht 8 vjeqar, do me thonë, o konë, kur o diagnostifiku me diabet. Shenjat e para nuk jon konë shumë të qarta, s'paku na nuk e kena ditu në dhe motra në këtë rast, se filloj nuk ecke atë natë edhe pat një problem të vogël me zor. E kemi dërgu të veterinari me një herë, po çka na ka qartësu mirë, çka ka kanë qenë analizat e gjakut. Okay. Edhe aju diagnostifiku me diabet. Prej asaj dite, na ja matim 2 herë në ditë glukozën në gjak. Shpohet në vesh, do me thonë, se është i vetmi ven ku mund është macës më janë zirë gjakun. Ndër të vetmet. Nëse e ka shumë të nalt, e llogarit sa njësi insulin me adhon. Insulin. Po. Edhe sa herë kemi qu te veterinari, ati i ka shku glukoza deri 25. Që u prej stresit. Okay. E për atë arsye unë nuk i nxeri, sidomos ato prej banesës, se e di që i fillon mu stresu. Edhe e lot qetë. Edhe nuk bëj diçka që ka mundet me stresu, për shembull me pruni i kafsh tjetër. Se e di që mundet me hynat zonën e zezë të glukozës, edhe nuk du mja rreziku shëndetin. Sa interesant. Nuk e pas këna ditë që edhe të kafsht ka diabet. I ka dhe do të meta tjera. Për shembull, këti pat prej sheqerit të lartë, në këtë rast i pat fillu neuropatia dhe kur shkelke me kom të mrama, i shkojshin qështu, do me thonë. Do me thonë, ka fillu si me deformuar. Motra ka shiku shumë në internet, edhe e ka pa që ekziston një ilaq i cili nuk shitet në Evropë, do të prej Amerikës me sjell. Ka zgjat një 6 muaj kjo procedura deri e kemi gjetë. Në fakt, motra lidhjen për mja sjell prej Amerikës edhe e kena ditë që ai ilaq fillon minimu tek mas 60 ditëve. Atëherë, për fund, a mundesh në fakt me dhoni këshill të njerëzit tonë sa i përket empatisë, dashurisë, kujdesit ndaj kafshëve? Unë e yllk kisha pas shumë qef njerëz nëse nuk po ju ndihmojnë, s'paku mos mi maltretu. Se janë gjunohet mëdha, ato janë mëkate të cilat nuk t'i fal Zoti, as natyra nuk t'i fal. Kisha pas shef, prind, mi rrit, mi tregu që nuk është gjarpën, nuk ka me të hongër, nuk ka me të helmu, nuk ka me të myt. Nuk e di pse, nështë ndonjë prind ka dhe vetë fobje, cila whatever, po veç kisha pas që veç pak ma shumë empati kisha pas, dëshirë me pa dikon tu e lidha tu një qenë enda cak. Një shishe të preme, me pak ujtë të qeshmës, mja u qit verës. Me lonë një garazh hapun dimnit, s'paku me mujtë mustru kur janë temperaturat minus. Ma e pakta që më ndën me bo. Po, mbetjet ushqimore.
pse mos milion afër kontës të mbeturinave, po me gjujtë mrena. Pse çka po fiton që pe gjujtë mrena? Le që aty e ngin një shpirt të hekun, të përvujtun, të maltretum që nështë nuk ka hongër që një javë. Pse nuk e bojnë këtë? Edhe restoranet të na me shumicë nuk e bojnë. Do me thonë, as mendja nuk ju shkon. Nuk e di, kur nuk kom e kuptu pse njerëz bojnë kështu. Se ai që nuk ndjen dhimbje për një qenje tjetër, po ai nuk ndjen as për njeri. Facts. Kështu që kishin bo mirë me reflektu se qysh thashe më herët, karma din me konë shumë e keqe. Faleminderit shumë Zamfina për këto momente. Faleminderit ty shumë. Miru pafshim. Miru pafshim.